Do me trek me kalu rrugën. Okej. A mundeni me mandal zonin regjia, faleminderit. Hajdeni. Pra ta kështu çdo ditë, po hajde kur ka kolon prap, veturat janë duke ec ka dale edhe e kini lloj sigurie, po kur nuk ka kolon edhe me dasht me ka përcy rrugën është sfid në vete. Ndesh Lorenti kalova, deshta me cek edhe arqët pjesën tjetër ku zgjidhin presidentin. Lorenti, para se me përmbyll me ty Diona, e kam një pyetje. Lorenti mbeti aty te pjesa, pra ti ece ka qove Lorenti mbeti apo jo? Duke prit veturat me kalu. Mbeti. O, përshëndetje kryetar, qa ka bot me këtë fushkosum? Qka ka bot, si pas juve, është të lirej trafikut. Apo do me mshkele dhe... është të lirej trafikut. Hajde. Pret Arta, veç një sekund. Arta, po manda një zonin regji. Kryetar, na sot jam i dal me pasë që shkëmësor të fushkosovës për dit e rezikohën duke ka përsi rrugën. Shumë është e vërtet, për menimin tonë, jemi të e prit një kontrat të rënimit këtu, sepse kemi me largu këto barjera këto që janë të vendosne. Ma ne kemi me bo një redizajnim të kësaj rrugë komplet, ku do t'i bojmë edhe minimum edhe 2 kyqe të reja, me semafora këto për lagjen Dardania. Jemi të prit tash edhe për Ministrisë Infrastrukturës, edhe po besojmë shumë shpejt që deri në fund vitit kanë më bo këto veprime. Sepse pej rrethit deri të shkolla Mjal Gramenë nuk ka vend kalim për komsorën. Po. Së dhe pome dhe dëshmume dhe pak vetë, po. Edhe pak problem, po shpresoj që ka me arrit edhe me ubu një Kosovë e bukur e jo karate. Një fush Kosovë e bukur. Faleminderit, Kosova veç sa është e bukur. Po, okej, dhe. Faleminderit shumë punë të mbarë. Po dhe juve, mos u lodhni. Mos u lodh. Arta. Çfarë kënaqësie realisht kur kemi Diona kryetar të tillë që nuk hezitojnë, edhe besoj që tash edhe po e din që po dalim me i verifiku problemet. Nuk hezitojnë. Edhe unë dal vetë, po e çudi sa prej ti. Po kënaqësi realisht është me pas kryetar. Presim pra që ka me pas ndryshime. Po, Diona, dua që ta dëgjojmë një pjesa. Dua që ta dëgjojmë atë vargun që